Është pjesa e fundit e mesditës, gjatë kësaj pjesë do të flasim për arritjen historike të Shqipërisë në fushën e transformimit digital të qeverisë. Së fundmi, Ministrja e Shtetit për Inteligjencën Artificiale Djela është vlerësuar me çmimin ndërkombëtar Future Fit Seal në samitin e qeverive botërore për rolin inovativ dhe përmirësimin e shërbimeve publike si dhe efikasitetin e qeverisës. Kur bëhet fjalë për zhvillime të tilla, padyshim se në një linjë të drejtë për drejtë, i gatshëm për të qenë gjithmonë bashkë me nesh, inxhinieri biomjekësor zotri Ermand Mertenika. Mertenika, përshëndetje. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në TV News. Shumë për kohën. Këto tematika që janë vërtet shumë interesante. Kemi harruar politikën fare tani edhe merremi me teknologjinë. Fillimisht shumë urime për çmimin që e mori ministra e juaj dhe nuk është shumë e zakonshme që në fakt ministrat të marrin çmime, apo jo? Po, është e vërtet, po Djela ishte, unë e përmenda faktikisht, kemi përmendur bashkërisht edhe më përpara, Djela ishte një boom marketingu për Shqipërinë, e çoi Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, domethënë paktën kjo ishte një gjë e mirë, që të gjithë të dinë, domethënë që edhe shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës, pra jemi një popull që realisht domethënë investojmë në startup, jemi popull inteligjent, pra është diçka shumë e mirë dhe pozitive. Gjithashtu edhe pozicioni i saj, domethënë që t'ishte edhe një ministër prokurimeve, domethënë e administratës, ministër e shtetit për prokurimin publike është diçka interesante, sepse tashmë të kesh një inteligjencë artificiale që të bëjë të mundur procesin e prokurimeve, mendoj që është diçka që është shumë racionale dhe inteligjenca artificiale nuk gabon. Unë mendoj që është diçka shumë pozitive. Ishte një iniciativë e kryeministrit Rama në fakt që me sa mbaj mendun në zgjedhjet e vjeshme apo të paravjeshme ka pas qenë një shembull ideal të një deputeti që pretendon të bësh në Mbretërinë e Bashkuar, pra që të ishte pjesë e Parlamentit Britanik dhe do e prezantonte, ishte pikërisht pra dhe CEO i një kompanie teknologjie. Megjithatë, edhe inteligjenca artificiale nganjëherë, në fakt gjosa që të gaboj janë më të vogla, por jo gjithmonë mund t'ju besohet, e kam fjalën. Në anën tjetër, Djela po thuhet se ka përmirësuar deri diku mënyrën e qeverisjes dhe shërbimeve publike dhe për këtë dhe ka marrë këtë çmim apo jo? Po të shikojmë është një server i madh i cili aktualisht proceson të dhënat në një kohë shumë shpejt, domethënë edhe në mënyrë automatike, besoj që është diçka shumë pozitive realisht. Sepse nëse do marrim rastin për shembull të inteligjencës natyrale që jemi ne, inteligjenca natyrale edhe mund të gabojë. Po. Inteligjencën emocionale. Kurse inteligjenca artificiale është një kod matematikor, është një gjuhë algoritmike që realisht pra punon me ngarkesa procesimi. Po, dhe... Pra, së ndryshme pak edhe për datu truri elektronik. Po, dhe Mertenika, a ka ndryshuar me të vërtet mënyrën e shërbimeve, sepse ju jetoni atje dhe dini më mirë? A ka ndryshuar me të vërtet? Mendoj që po, sepse kur flasim pikërisht për platforma digjitale, flasim pikërisht pra për reduktim të kostos kohës, reduktim të pritjeve, domethënë shpejtësia procesimit të dhënave, një dokument i caktuar nëse e kërkon e merr domethënë online, evitohet ajo burokracia e pritjeve në zyra etj. Mendoj që është okay. Domethënë unë e shikoj si një njeri i teknologjisë, e shikoj megjithëse nuk kam pas shumë procese në lidhje me dokumentacionet për shembull që do më duhen etj, po e shikoj për shembull një certifikat lindje apo një certifikat familjare, është një gjë që procesohet, domethënë. Shiko, është një server dhe kur kemi të bëjmë me servera të cilët funksionojnë mirë, do thotë që edhe koha procesimit është e shpejtë. Po. Me qënë se po i listojnë gjërat e mira që ka sjellur Ministria Virtuale Djela, a duhet mendoj dhe të planifikoj seriozisht qeveria që të zgjerojnë ndoshta përdorimin e inteligjencës artificiale edhe në dikastere të tjera? Inteligjenca artificiale, teknologjia realisht përdoret, por ajo që unë do mendoja është se mbase në një të ardhmen do kemi një qeveri AI, që do thotë gjithë ministrat jenë AI edhe kryeministri jetë inteligjencë artificiale. A mund ndodhë kjo Mertenika?
sepse duke i parë zhvillimet që po ndodhin si në fushën e teknologjisë edhe asaj të inteligjencës artificiale specifikisht, nuk duken disa gjëra që shpesh herë i kemi menduar se janë të pamundura edhe kanë dalë të jenë e kundërta. Unë mendoj që kjo mund të bëhet realisht, por që nuk, domethënë, kesh një kryeministër apo një qeveri ai është lehtësisht se mjafton të kesh një avatar i cili ta instalosh me një monitor të caktuar në parlament, edhe jetë si asistenti virtual, domethënë si një chat GPT, edhe kjo mund të bëhet. Por mendoj që në tepër diella domethënë ka qenë një boom marketingu që mendoj një boom marketingu digital që i ka bërë mirë Shqipërisë për ta promovuar në arenë ndërkombëtare. Mertenika. Ky bumi i marketingut ishte shumë i bukur, ishte shumë fantastik ku Na mund të quhet sigurisht kjo një larg pamësi e Edi Ramës pikërisht për këtë gjë. Këtë mendoj dhe unë, domethënë. Faktikisht unë jam person që e suportoj, e mbështes domethënë kryeministrin, sepse fakti edhe nga vetë domethënë si kandidat për deputet që kam qenë në Partinë Socialiste, dhe ka mendime inovatore, ka domethënë mund të them për Edi Ramën, domethënë që shpirtin e artistit mundon që ta ideoj në forma të ndryshme dhe sportit, tegoja për qenë i pari. E mendoj që Shqipëria po jeton në kohërat më të mira me kryeministrin Rama. Personalisht e mendoj kështu. Dhe a ka arritur që me këtë Çështja e diellës ishte një boom marketingu goxha interesant, goxha i bukur, domethënë, të krijosh diçka interesante që të bëhet globalisht e afirmuar është diçka e bukur. Dhe kësoj sa e rëndësishme është Mertenika që realisht përdoret për të mirë, ndoshta krejt zhvillimi i teknologjisë, sepse ne shpesh herë kemi diskutuar bashkë edhe me juve se duke u zhvilluar teknologjia ne po bëhemi më të varur, deri diku po cënohet më pas edhe privatësia dhe mënyra se si ne jetojmë po varet gjithçka nga teknologjia. Kësaj konsiderojnë se duhet gjendet një balancë mes njërës dhe tjetrës, apo thjesht të shtohet përdorimi i këtyre pajisjeve teknologjike? Unë mendoj që zhvillimi i teknologjisë, domethënë inteligjenca artificiale ka sjell produktivitet goxha në çdo sektor, domethënë në ekonomi, në biznes, në marketing etj, në shitje, pra etj. Mendoj që ky është, domethënë, unë e konsideroj ne po jetojmë në revolucionin e teknologjisë. Është diçka pozitive. Por që ajo që unë mendoj është që ne kemi në dorë vetë, domethënë zhvillimin e AI-s. Përimi në mënyrë sa më optimale, domethënë sa në aspekt pozitive, bëjmë çuditëra. Nëse do e keq përdorim, domethënë teknologjinë apo si disa të tjerë në lidhje me lojrat apo me abuzimet ndryshme online, kjo është një gjë që nuk jep, për shembull, kush është abuzim? Të ri të ndryshëm të cilët upload dojnë me nuanca bulizimi apo koncepte dhune që japin mesazhe negative, domethënë. Mendoj që teknologjia kryesisht peshon më shumë pozitivisht. Unë e shikoj vetë në fushën time apo në sektorin tim, domethënë, që zgjidh gjërat më shpejt, por ka dhe aspekte negative. Siç e kemi përmendur, dembelizmi, shkalla dembelizmit po rritet, e son trajt më çuditshme pak edhe figurative. Ulet koeficienti inteligjencës natyrale sepse ne i kemi gjërat gati, duhet ta dim ta menaxhojmë që këtë, kryesisht duhet menaxhojmë edhe përdorimin e AI-s tek fëmijët, tek brezëri, që fëmijët mos u shfaqen problematika shëndetësore, probleme me shikimin, probleme me shtyllën kurrizore. Pikërisht këtu Mertenika qëndrojnë më pas. Pikërisht këtu më pas qëndrojnë gjitha dilemat se sa po dim që ta përdorim teknologjinë dhe ta shfrytëzojmë benefitet e saj, pa i cënuar disa të mirat cilat ne i gëzojmë edhe pa teknologjinë. Ne shikojmë Suedin apo vendet nordike, unë faktikisht në bazë të një eksperiencë kohe që kam jetuar atje gati 2 vjet, një vend i cili ka potencialin më të lartë të teknologjisë në Europë sot, dhe se po e se një trajt të tillë ku pajisjet mjekësore çdo gjë janë si lodra. Imagjino çfarë ndos, edhe prapë në Suedi po krijohet një lloj politike, domethënë që të fillojnë të përdorin sa më shumë librat.
Po. Mertenika, faleminderit shumë, si gjithmonë që je i gatshëm me qenë pjesë e mesditës. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush. Çmimin e diellës. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Faleminderit. Faleminderit shumë Mertenika dhe sigurisht me këtë lajm të mirë për Shqipërinë, pra një çmim i fituar nga një ministre virtuale, ne do ta mbyllim mesditën për ditën e sotme e mesdita është prapë nesër në orën 12. Megjithatë, ju duhet vazhdoni të qëndroni me skemën programore të TV1 deri nesër. Mirëmbëngjes. Mirëmbëngjes.